Si rezultat teknikës legjislative? Po, në nenin 6 sugjerojnë këto ndryshime, në pikën 3 shkronja B, C dhe Ç, fjala fiktive zëvendësohet me fjalë të parregullta. Në pikën 7, fjalët ligji numër 9920 datë 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, zëvendësohet me fjalët legjislacionit në fuqi për procedurat tatimore. Okej, kemi dhe një mendim që kemi nga zoti Bozdo, Ministria e Financave, që ka shtuar një pik 8 të neni që ka të bëjmë me transaksione që i referohet ligjit për parandalimin dhe pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Jeni dakord me këto ndryshimet legjislative dhe çfarë mendimi kemi ne për amendimin? Zoti Braçi, keni ndonjë amendim këtu? Po. Tani këtë si ja kam propozuar unë, ja kam propozuar FMN-ja. Këtë tani. Unë thjesht e kam përkthyer. Pika 2. Pra pika 2 e nenit 6 të hiqet, sepse është e rënd për seriozitetin e një shteti. Është shumë e rënd. Pika 2 thot, për të gjitha diferencat që rezultojnë si efekti i rideklarimit të elementeve të veçanta të aktiveve, detyrimeve apo kapitaleve të veta të pasqyrave financiare vjetore të tatim paguesit, të cilat detyrohen të kryejnë auditimin ligjor në bazë të kuadrit rregullator të fushës së auditimit ligjor, audituesit ligjor, të cilët kanë audituar pasqyrat financiare vjetore të këtyre shoqërive përpara procesit të rideklarimit, janë të përjashtuar nga përgjegjësia lidhur me krijimin e këtyre diferencave si rezultat i kërkesave të këtij neni. Tani, në qoftë se këtu bëjmë fjalë për ligji bën fjalë për paqe fiskale, ky neni këtu është amnisti. Pra ti po amniston një kategori të caktuar që ka krijuar këtë problematik të cilën ti po mundohesh ta zgjidhësh me ligj. Pra ka mashtruar me pasqyrat financiare dhe me bilancin kontabël të kompanisë. Tani minimalisht kjo të hiqet që mos jetë shkruar në ligj se na merr fytyrën komplet. Ashtu siç për te audituesit ligjor, çdo zyrtar i organeve fiskale që ka certifikuar me kontrolle se kemi pas një shqetësim vazhdueshëm edhe e kemi ngritur këtu disa herë zonja kryetare, edhe unë ja kam thënë këtu edhe ministrave dhe tjerë mëna, që kontrollet tatimore nga një herë, jo gjithmonë, nga një herë shërbejnë për të legjitimuar mashtrimin fiskal që kanë bërë operatorët caktuar. Pra kontrolli pastron, shkon kontrolli, pastron dhe certifikon situatën financiare të kompanisë. Tani, në punësit e shtetit 1 dhe audituesit ligjor 2 që kanë bërë këtë gjë, nuk mund të amnistohen kështu siç thuhet këtu. Minimalisht duhet bjerë pika 2. Kush e ka futur këtë nenin në këtë ligj që s'ka lidhje me këtë gjë, nuk ka lidhje me këtë gjë. Nuk ka lidhje me qëllimin e ligjit, ka bërë gabim shumë të madh. Mund ta zgjidh në mënyrë tjetër këtë historinë, po jo kështu. Jo kështu se kështu është turp. Kush ka halle i zgjidh në mënyrë tjetër. Jo duke na detyruar ne për të votuar. Është inspektor tatimesh, është auditues ligjor, të paktën mos shkruhet kjo gjëja. Pra propozimi është që të bjerë pika 2. Dhe po e përsëris, s'është e imja, e keni në deklaratën e FMN-s. Thjesht kam bërë përkthim. Ministria? Nuk kemi dakord pasi për ne do ishte e padrejtë që ndërkohë që nga njëra anë ndihmojmë bizneset, nga ana tjetër pastaj ngarkojmë me përgjegjësi një sër individësh të cilët për një arsye ose tjetër mbase sepse nuk është pasqyruar situata e plot të marrë përgjegjësi për situatën e krijuar. Këtu nuk ngarkon me përgjegjësi. Më fal. Këtu me këtë nen nuk ngarkon me përgjegjësi. Me këtë nen ke çliruar nga përgjegjësia. Ka diferencë. Kjo është amnisti. Në qoftë se deri më sot na kanë akuzuar që po bëjmë amnisti me këtë gjë, kjo pikë e bën këtë ligjin amnisti. Kjo pikë e bën këtë ligjin amnisti, ndërkohë që s'është amnisti. Fare, i gjithë projekt ligji ka një qëllim të mirë. Një paqe fiskale me cilin do që në moment caktuar ka gënjur me tatimin korporativ, mbi fitimin apo tatimin mbitarove personale. Pra qëllimi i ligjit është ky. Qëllimi i ligjit nuk është të amnistoj ata që kanë mashtruar shtetin.
Kjo është amnisti. Pra kjo nuk është ngarkim me përgjegjësi, kjo është shkarkim nga përgjegjësia. Dhe kjo nuk duhet të ri, këtu në ligj. Nuk keni qëndrim tjetër, ky qëndrimi është. E shpjegova, pra do hapte një proces të pafundëm nëse fajtorët për deklarimet pasakta kanë qenë biznese apo individë të tjerë, kështu që për aq kosa qëllimi është pastrimi i bilancave dhe formalizimi i ekonomisë, gjykojmë që duhet përfitojnë gjithë në mënyrë të njëtrajtshme. Po. Okej, atyre shoh kush është dakord me amendimin e zotit Braçe për të tek neni 6 të hequr pikën 2. Okej, 8 vota pro. Kush është dakord me amendimin për me nenin 6 me ndryshimet që kemi bërë, edhe sipas teknikës legjislative, të rënë dakord me ministrin e Financave. Kush është dakord? Okej. Kalojmë tek neni 7. Edhe tek neni 7 kemi disa ndryshime që vinë nga teknika legjislative. Në nenin 7, në fjalin hyrëse pas fjalës plotsojnë, shtohet fjala një herëzi. Okej, ka ndryshime të tjera nga zoti Bozo, nuk kemi ndryshime të tjera. Tash prap besoj që s'do të thuash jo, zënës ministër. Se jo, s'ka thënë deri tani. Atëre, propozimi keneni 7 është gërma dhe riformulohet në këtë përmbajtje. E kemi në ligj e kemi nuk janë subjekte hetimi nga administrata timore. Ndërkohë që unë them nuk janë subjekte hetimi tatimor, doganor, financiar ose hetimi nga fiu për pastrim parash. Tani më qartë se sa kaq, edhe që e ndajmë një herë mirë gjën, se të tjerat më rrëzove. Këtë tash kush? S'ka lidhje fare me. Jo. Nuk ka lidhje, unë po flas me hetimin, jo me dënimin. Unë mendoj që nga ky ligj nuk duhet përfitojnë ata që janë në hetim nga këto institucione. Ministër, zëvendës ministër, më falni. Se i kisha mundin të ministri juaj, prandaj. Jemi në parim okay me këtë, por na duhet edhe të shohim. Okej. Referenca ligjore, pastrimi i paradës. Po ta kursej propozimin e dytë. Me që more këtë, po të kursej të dytë. Po ta kursej propozimin e dytë. Se propozimin e dytë ma ke rëzuar, kështu që po ta lë atë, bëni këtë sepse i bën mirë ligjit, nuk është. Kush është dakord tek neni 7 të marrim në konsiderat amendimin e riformulimin e pikës 1 sipas propozimit zotit pikës D. Okej, kush është dakord me riformulimin e pikës D sipas amendimit?
7 pro. Kush është dakord të kalojmë nenin 7 sipas propozimeve të ndryshuara tani? Okej, 7 pro. Neni 8 detyrimet financiare. Kush është dakord me propozimet që kanë ardhur nga Ministria e Financave? 8 pro. Neni 9. Po. Domethënë, detyrimet tatimore të përfshira në marrëveshje. Marrëveshja e parë është fiskale përfshin A, B, C. A, B, C, unë kanë edhe një deklarimin e burimit kapitalit dhe të ardhurave të përdorura për llogaritjen e efektivit të tatush. Te pika C ke një. Çfarë përfshin? Përfshin dhe deklarimin e burimit të kapitalit dhe të ardhurat të përdorura për llogaritjen e efektivit të tatush. Pra, zënë ministër, ma ndjek logjikën, unë dua të vi. Dhe ky është rasti i ndershëm. Do vi dhe të them që po, do deklaroj edhe këtë gjë. Dhe po t'jap dhe burimin. Mund të ma mundësosh këtë gjë? Fal. Mund të ma mundësosh këtë gjë që vita deklaroj dhe burimin? Pra duhet deklaroj dhe burimin. E keni problem ta deklaroj? Eksakt, sepse nuk e ke shkruar, duaj që të shkruat. Por duhet drejta ime më, po vi dhe po them, dhe deklarimin e burimit kapitalit dhe të ardhura të përdorura për llogaritjen e fitimit të tatushëm, duhet ta bëj vet. Po ma shkruaj pra në ligj. Ma shkruaj. Çdo gjë që nuk është e pohuar, nuk ekziston. Unë dua që vetë deklaroj burimin. Më mundso që të vi të deklaroj më. Më mundso të vi të deklaroj më. Kam dëshirën time, të jem i lishëm nga fillimi deri në fund. Nuk dua të jem si një pjesë tjetër. Dua që të vi të deklaroj, pra nuk dua të vi të them 18% fitim edhe kaq e pik, po jo, 18% bashkë me këto letrat që kam me vete. Atëre, në qoftë se ndalon, ma lejo. Po pse po komplikon, më po shton një gjysmë fjalie. Ore dua të deklaroj vetë, mor, dua të deklaroj dhe burimin, mor, çfarë problemi ke? Dua të vi dhe të them, këto janë paratë e mia dhe ky është burimi. Po kush ma garanton që duhet ta bëj këtë gjë? Ligji siç është shkruar nuk kërkon asnjë dokument mbështetës. Unë dua të deklaroj bashkë me dokumenta mbështetës. Është problem kjo gjë? Ë? Atëherë shkruaj. Shkruaj. E thjesht shkruaj. Shkruaj. Çfarë problemi ka? Shkruaj. Po mos po komplikon ligjin, po më sjell, po më jep mundësinë mua të jemi lishëm nga fillimi deri në fund. Jo fare, se thot gjykundi. Që unë duhet sjell dokumenta se thot gjykundi. Tani unë s'dua të ore shiko, edhe një herë, se këto letrat nuk do jenë kështu gjithmonë. Do hapen nesër pas nesër e kështu me radhë, se kam propozime dhe për proces transparence nesër pas nesër. E kupton? Tani, unë dua që nesër pas nesër kur ti hapi letrat e mia dikush, unë ti kem bërë të gjitha gjërat. Kem deklaruar fitimin, kem deklaruar pasqyrat e reja financiare dhe të kem dhënë dhe burimin e kësaj gjëje. Të dokumentuar. Tani, në këtë moment, pse do më dalosh ti mua ta bëj këtë gjë? Ta kem të garantuar me ligj këtë gjë? E di që do duken budalla, po e dua më, e dua të shkruar. Shumë e thjeshtë. Çfarë problemi ka në këtë rast? Çe i prish ligjit kjo? Çe i prish ligjit? Okej, kush është dakord me tek nenin 8 kemi një amendim nga zoti Braçë, kush është dakord me amendimin e zotit Braçë? Se ti, unë jam dakord me. Po.
Kush është kundër? 7 të tjerët janë kundër, 1 është pro. Kush është dakord me nenin 8 sipas propozimit të Ministrisë Financave? 7 pro. Neni 9. Te neni 9 kemi edhe këtu disa rregullime të teknikës legjislative. Në neni 9, pika 2, fjalët sipas ligjit 9920 datë 19/5/2008 për procedurat tatimore